amerikane, vetë madje kryeministri doli i tha, nuk ka më influencë ta amerikane. Sepse influencën amerikane lidh me Sorosën, aty ka drejt, por nuk është Amerika Soros. Okej, në një mënyrë ose në një tjetër. Si the Genci? I Trumpit. Po, atë do thoja pra, djali Trumpit shkon në Beograd, takon dhe Vučićin, madje bëri dhe një podcast me të, flitet do të bënte me Edi Ramën. Sonila, ne po flasim, hollë t'i bim drejt, ne po flasim për një Jaltë të dytë të mundshme, dhe këto vizitat djali, vajza, nipi, mbesa, shoku, shoqja, beshu, janë histori tjera. Vizitën e ati lidheni me protestën që do ndodhte mas 2 ditësh. Dhe pasi sa sukses pati vizita e ati. Që nuk është bëri të. E para. Dhe e dyta, kur vjen puna për interesat dhe përcaktimin e zonave të influencës për 100 vite të ardhshme, nuk pyetet as djali i presidentit, as i zëvendëspresidentit, as gruaja e tij. Janë struktura shtetërore që përcaktojnë se kush janë interesat dhe ku do të shkojnë Shtetet Bashkuara dhe ku e shohin veten Shtetet Bashkuara pas 100 vjetësh. Kështu që këto historitë me erdhi bëri podcast e se dua të jem më konkrete. Pra, ti thua që është në këtë filozofi është lidhja e faktorit shqiptar me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përkundër atij perceptimi që u krijua sikur nuk do të ishte kjo gjë. Një moment se dua ta hap edhe në një pikë ekskluzive që ne kemi patur sot. Dhe pika ekskluzive është kjo. Duke qenë se kryeministri Edi Rama, madje edhe fushatën e tij të ardhshme për 11 majit e ka projektuar në emër të integrimit në Bashkimin Evropian, pra pasi era karta që kishte gjithmonë mbështetje për çfarë do lloj trilli politik që mund bënte Shtetet Bashkuara të Amerikës, tashmë është Bashkimi Evropian. Suri ka mundur të sigurojë këtë ekskluzivitet. E vendosim pak? Treshi. Pas 12 viteve në pushtet, kryeministri Edi Rama po përdor integrimin në Bashkimin Evropian si vetmi premtim, duke u përpjekur t'i atribuoj vetes meritat e këtij procesi. Por shuplaka për kryeministrin Edi Rama duket se ka ardhur nga Brukseli, që përballë deklaratave elektorale të kryeministrit shqiptar, ka vendosur shtyrjen pa afat të çeljes së 2 grup kapitujve të radhës dhe 2 konferencave ndërqeveritare. Presidenca polake nuk ka bindur dot shtetet anëtare që kanë këmbë ngulur që hapat e tjerë të ndërlidhen me zgjedhjet e 11 majit. Nuk të pranon njeri në Bashkimin Evropian me këto karakterizime që i bën ti vendit tënd. Diplomatë lart polak në Bruksel konfirmuan ekskluzivisht për syri televizion shtyrjen pa afat të konferencës ndërqeveritare, duke rikonfirmuar qëndrimin e Bashkimit Evropian për të vijuar me procesin e zgjerimit. Zgjerimi është sigurisht një prioritet për presidencën polake. Ne jemi të përkushtuar të bëjmë përparim të bazuar në merita me të gjithë kandidatët që negociojmë për antarësim, përfshirë Shqipërinë. Shpresojmë të hapim grupe të tjera kapitujsh me Shqipërinë këtë semestër, pasi Këshilli të miratoj qëndrimet e përbashkëta përkatëse. Megjithatë, ne nuk kemi konfirmuar ende një datë për një konferencë ndërqeveritare me Shqipërinë. Qëndrime në fushat elektorale. Pavarësisht. Pra, ne kemi marrë konfirmimin, kemi dhe burime të tjera, gjithsesi, të cilat konfirmojnë shtyrjen jo vetëm konferencave ndërqeveritare, por edhe të hapjes çeljes së kapitujve të tjerë të negociatave, me gjas edhe progres raportin cili ka të bëjë pikërisht me ecurinë e tyre, një kartë e cila ju dogj në dorë kryeministrit Edi Rama në projekcionin e tij për zgjedhjen e 11 majit, se duket se nuk ka të tjera. Po ja djeg Bashkimi Evropian. Kush po ja djeg, pra këtë dua të them. Ja ta them unë ty. E para një herë ato karta e antarësimit të Shqipërisë në 2030 janë pallavrat e Ramës, nuk kam më fushat me dajre që hipte në autobuse dhe me ca plaka që kërcente, nuk ka asnjë lloj karte tjetër dhe ka dalë me një ëndër të bukur që është shqiptarëve që shikosen 2030-ën, pra mandatin e 5, jo të 4. Në 2030-ën do ju fusun në Bashkimin Evropian. Ta them unë ty sepse nuk futet në Bashkimin Evropian. Kapitujt e antarësimit e negociatave për Bashkimin Evropian janë 36 kapituj ose 38, nuk kemi sigurt. Deri tani janë hapur 3 kapituj. Që të mbyllet një kapitull negocimi duhet të kalojë nga 5 vjet deri në 1 dekadë, vetëm një. Dhe ky zotëria që të flas për antarësimin në Bashkimin Evropian, sot duhet kishte mbyllur të paktën 30 kapituj. Jo të hapi, ti kishte mbyllur 30 kapituj. Dhe ky nuk e bën dot as ka për të ndodhur kurrë. Ke shtete tjera që janë më të avancuar, është Maqedonia më e avancuar se ne, është Malizi është shumë më e avancuar se sa ne, është Serbia më e avancuar se sa ne në negociata. Po duhet kemi parasysh një gjë, Sonila. Se
qytetarët shqiptarë thonë, mendoj që kur del ky në mëngjes, aty do thotë që do bëjmë, këtë mendoj se çfarë do bëjmë. A rëndësi ka për mua çfarë thotë Rama? Mua më intereson Europa që vendosi të marrë këtë vendim, ndoshta më ndihmon edhe neshën në këtë rast. Një pyetje e bëj Ramës që nëse ai jep përgjigje nesër mëngjes, unë them do antarësoj Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Kur do fillojnë negociatat për kapitullin e peshkimit? Dhe çfarë përmbajnë negociatat për kapitullin e peshkimit? Dhe t'i lej ato idiotësi aty, sepse asnjë lloj kapitulli që kanë të bëjnë me shtetin ligjor, me shtetin e së drejtës, me respektimin e drejtave të njerëzit, me luftën ndaj korrupsionit, me luftën ndaj trafikut të drogës, me përfshirjen e politikës në grupe kriminale, me zgjedhjet e lira të ndeshme, me mbajtjen e grupeve kriminale jashtë zgjedhjeve të ndeshme, kur nuk ka për të fituar. Dhe për çfarë antarësimi? Shikoj, Sonila, një pjesëtar i kësaj emisionit tuaj ka thënë Tomori, e ka thënë shumë bukur. Premton diçka që nuk e kanë dorë vet. Patjetër, çështja e integrimit sigurisht. Është brenda demagogjisë, nuk thot asnjë gjë. Vetë kolegu e shpjegoi shumë mirë kur Malizi ka hapur gjitha kapitujt dhe shpreson që të mund të marrë një datë në 27-ën, mendo ku është Shqipëria që nuk i hapur dhe tashmë indirekt edhe vendet e Europës po e kuptojnë se çfarë po ndodh në Shqipëri. Ky është një qëndrim politik, është një qëndrim për mendimin tim që prandaj ka shtyr Polonia me atë përgjigje që ka dhënë pyetjes së gazetarëve ja ka kaluar tërësisht Brukselit dhe këtu është e qartë që Brukseli ka vendosur këtë gjë të jetë kështu. Po, shiko, ka dhe një mekanizëm, se mekanizmi i ri është janë vendet anëtare, të cilët do të vendosin për këtë. Dhe këta nuk janë të gjithë. Rama ka gjetur një për ta shitur te opinioni publik dhe thot unë i kam plotësuar pyesni komisionin. Do me thënë, komisioni është duke gjykuar nga ana gjeopolitike, thot për gjitha vendet të ecin përpara të hapen kapituj dhe të kaloj procesi. Por Rama mund të jetë 2-3 veta, të cilët mund t'i bëjnë fresk për momentet elektorale kur i duhen atij. Por vendet anëtare të Europës gjithmonë më shumë e kanë kuptuar që situata reale në Shqipëri është një katastrofë. Ndërkohë që është kushtozuar dhe me zgjedhjet e 11 majit, do të thënë mos harrojmë vendosja e zgjedhjeve të 11 majit si një kriter brenda kësaj historie. Po pra, e bën më të vështirë, po. Nëse rikthehemi pas një kohë kur ndodhi liberalizimi i vizave, u morën disa masa ekstreme, moratoriumi i skafeve, u goditën grupet kriminale më të fuqishme që ekziston aso kohë në Shqipëri, nga banda e Durrësit tek banda e Lushnjës. U vendos shteti ligjor, pra, nëse u zhvillua një luftë konkrete në raport me korrupsionin dhe në raport me grupet kriminale. U konsolidua sektori energjetik. Po çfarë ndodhi pas 2013-s? Shqipëria u mbush me kanabis. Nëse do ishte për të futur një vend me kanabis në Europë, ato do fusin Marokun. Shqipëria u bë Maroku i Europës. Gjithë ato që e njohin Marokun e dinë se si e përmbyt Europën me kanabis dhe Shqipëria u bë rivali kryesor i Marokut në tregtinë e kanabisit. Erdhi pasaj çështja e amnistisë fiskale. Ju kujtohet me sa ngulm u kërkua amnistia fiskale? Që vetë zyrtarët e qeverisë dolën në përvendet e Bashkimit Evropian, për herë të parë shkuan në Londër. Nuk kishin shkuar për të parë ato që shkonin me gomone, po shkuan atje për çështën e amnistisë fiskale, që Bashkimi Evropian e refuzoi dhe e kundërshtoi fort. Por çfarë ndodhi? Ai e bëri amnistin fiskale. E bëri amnistin fiskale me ato kullat për cilat ne diskutojmë. E treta, mjafton vetëm shohësh narrativën e ditëve të fundit pas arrestimit të Erion Veliajt për të kuptuar